Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi bota, karroca, 3 kupat, 4 shkopinjt në të kundërt. Ju hyni në këtë javë me botën. Kjo është përmbushje, një cikël që është mbyllur ose do të mbyllet me sukses. Një ndjenjë tipit kam bërë shumë dhe megjithatë ju nuk ndaleni, sepse karroca tregon që brenda jush ka ende shtytje. Ju dëshironi më shumë, dëshironi një drejtim të ri, sepse nuk jeni tip që qëndron gjatë në një pikë, sidomos kur është monotone dhe ju nuk e gjeni veten ose nuk jeni vetvetja. Me 3 kupat ka gëzim, shoqëri, ndarje momentesh, gjithçka duket mirë, por 4 shkopinjt në të kundërt ju jep një ndjesi të brendshme të tipit po, jam mirë, por nuk jam plotësisht I ose E qëndrueshme. Dhe ka diçka që nuk duket e ankoruar siç duhet. Kartat këshillojnë të mos mashtroheni nga fakti që gjithçka duket mirë. Nëse brenda jush ndjeni boshllëk ose paqëndrueshmëri, kjo është një sinjal, jo kapriço. Kalojmë tek familja. Në familje kemi vdekja, 2 kupat, mbretëresha e shkopinjve, hierofanti. Në familje, diçka përfundon, vdekja, tregon një fazë që mbyllet, por nuk është shkatërrim, unë e quaj transformim. 2 kupat sjell lidhje të re ose rindërtim. Mund të jetë një pajtim, mund të jetë bashkim emocional, një afrimitet I ri. Mbretëresha e shkopinjve I jep siguri dhe pavarësi dhe hierofanti e formalizon këtë me vendime serioze, me strukturë, me stabilitet më të madh familjar. Dhe kartat këshillojnë të mos kini frikë nga fundi ose nga fundet. Ato po krijojnë një bazë më të fortë për ju. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbreti I monedhave, gjykimi, heremiti, 8 shkopinjt. Ju hyni në dashuri me një energji shumë të qartë, mbreti I monedhave. Kjo nënkupton se kjo nuk është një dashuri e lehtë apo kalimtare, është serioze, e qëndrueshme, me potencial real. Mund të jetë një person konkret në jetën tuaj ose një lidhje që ka marrë formë solide. Pra, këtu nuk ka lojra, ka realitet, por pastaj ndodh diçka shumë e rëndësishme me kartën e gjykimit, sepse kjo është karta e zgjimit, është një thirrje e brendshme, një moment ku nuk mund të qëndroni më ashtu siç ishit apo ashtu siç jeni. Për disa bëhet fjalë për rikthimin e një personi nga e kaluara. Për disa të tjerë bëhet fjalë për një lidhje që kërkon ose kalon në nivel tjetër, pra bëhet më serioze. Dhe pikërisht kur kjo energji bëhet e fortë, ju tërhiqeni me heremitin, pra ju largoheni për të menduar. Nuk është largim nga dashuria, është kërkim I së vërtetës, sepse keni nevojë për hapësirë, për qartësi, për të kuptuar veten pa zhurmë. Dhe kjo është faza ku ju nuk dëshironi përgjigje nga personi tjetër, por dëshironi përgjigje nga vetja juaj. Dhe pasi kaloni këtë fazë, gjithçka ndryshon në ritëm, sepse vjen karta me 8 shkopinjt dhe ju kaloni nga heshtja në lëvizje, nga reflektimi në komunikim, nga stagnimi në zhvillim të shpejtë. Dhe kjo mund të jetë rikthim komunikimi, mund të jetë një bisedë e rëndësishme, një hap konkret përpara, ose një zhvillim I papritur në lidhje. Pra, kjo nuk është një dashuri që mbaron, është një dashuri që ju vë përballë një vendimi real, ose e çoni në nivel tjetër,
ose e rishikoni nga e para, ose e kuptoni më thellë se që e keni kuptuar ndonjëherë. Unë do të thoja mos merrni vendime para se të kaloni përmes heremitit. Mos reagoni menjëherë, mos u nxitoni nga emocionet, mos u shtyni nga presioni i momentit, sepse ajo që vjen pas reflektimit është shumë më e qartë dhe e vërtetë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi krye priftëresha, 4 shpatat, mbretëresha e shpatave, asi i shpatave. Në punë, krye priftëresha nënkupton se ju ndjeni më shumë se sa thoni. 4 shpatat nënkupton ndalim, reflektim. Mbretëresha e shpatave është qartësi mendore. Asi i shpatave nënkupton se e vërteta del, ekspozohet, thuhet troç. Pra ju e kuptoni sakt situatën, pa iluzione. Kartat këshillojnë të mos nxitoni, ajo që po kuptoni tani është shumë e vlefshme dhe veprimi duhet të vijë pas qartësisë. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi comfort dhe duket se komforti është aty, por nuk është i mjaftueshëm. Ndonjëherë, ndoshta, nuk duhet të qëndrojmë në një situatë vetëm sepse mund të na duket e sigurt. Nëse zemra dhe shpirti na therrasin dhe na kërkojnë më shumë ngrohtësi, dashuri, paqe dhe qetësi, ne duhet t'i dëgjojmë, sepse kjo është një javë ku ju keni arritur shumë. Në familje, transformimi sjell stabilitet. Në dashuri, përballeni me një vendim shumë të rëndësishëm. Në punë, arrini qartësi të plotë dhe në fund ju kuptoni që një cikël është mbyllur ose do të mbyllet dhe tani ju jeni përballë një zgjedhjeje që përcakton drejtimin tuaj të ardhshëm. Qartësia vjen kur ndaleni dhe dëgjoni veten, jo kur vazhdoni thjesht nga zakoni. Pra, ju keni arritur në një pikë të rëndësishme, por tani duhet të vendosni nëse do të qëndroni në komfort apo do të ndiqni atë që ndjeni vërtet. Paqim.